Parku Kombëtar Divia Karavastan, një prej zonave më të bukura natyrore të Shqipërisë, por drejtuesit e mjeteve nuk paralajmërohen për rrezikun e kafshëve që lëvizin nga një anë e rrugës në tjetrën. Ditët e fundit, viktim ka qenë një çakall. Një alarm që tregon se ky aks rrugor është i frekuentuar çdo ditë dhe çdo mbrëmje, si në sezonin e verës, po ashtu edhe në dimër. Tabela njoftuese për drejtuesit e mjeteve mungon plotësisht. Institucionet përgjegjëse duhet të ndërhyjnë menjëherë dhe të vendosin sinjalistik që paralajmëron për kafshët e egra dhe për ecjen e tyre të lirë në habitatin natyror. Kjo mungesë sinjalistike rrit rrezikun për aksidente me drejtuesit e mjeteve. Çdo ditë kafshët përballen me makinat që kalojnë në habitatin e tyre. Banorët dhe vizitorët e parkut përballen me të njëjtin rrezik. Siguria në këtë rrugë nuk mund të lihet në dorë të fatit. Institucionet duhet të veprojnë pa vonesë për të ndaluar tragjedi të tjera. Kamera e televizionit Apollon sjell pamjet nga aksi kryesor i parkut, ku duket qartë mungesa e çdo tabele paralajmëruese dhe rreziku që paraqitet për drejtuesit e mjeteve.